يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në vazhdim në ajeteve në surën Al Imran: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, a nuk e ke pa ata të cilëve është dhënë një pjesë nga libri, yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum, thirrin për të librin e Allahut që të gjykohet mes tyre sipas asaj që ka zbritur Allahu. Thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun, pastaj një pjesë e tyre ja kanë kthy shpinën edhe kanë kundërshtuar vetë thirrjen e vet që e kanë thonë përpara. Dhalike bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, devimi i tyre ka ardhur për shkakun se ata kanë thonë nuk kemi me hije në xhehenem përveç se disa ditë të caktuara. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, i ka shmong, i ka deviju prej fejes e tyre ajo që ata patën shpif. Fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fihi, si do të jetë çështja e tyre kur ti të bënë Allah subhanahu wa ta'ala në ditën që nuk ka diskutim, nuk ka dyshim në te. O ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, gjithë secilit njeri do t'i ipet ajo të cilën e ka vepruar dhe nuk i bëhet pa drejtësi kërkuna hiç. Kulillahumma malikal mulk, thuaj Allahu është ai i cili e jep pushtetin, poseduesi i pushtetit. Tu'til mulka man tasha, ja jep pushtetin Allahu atij që dëshiron, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, edhe ja merr pushtetin kur të dëshiron Allahu, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, e bën krenor Allahu atë që don edhe e poshtron atë që don. Biyadikel khair, e gjithë mirësia është në dorën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli shay'in qadir, ti o Allah i unë je për çdo çështje i mundshëm, i fuqishëm. Tuligju l-lejle fi n-nahari wa tuligju n-nahara fi l-lejl, e shtin natën ditë, e ditën e fut në natë. Wa tukhriju l-hayya min al-mayyit, e nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Wa tukhriju l-mayyita min al-hayy, e nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Wa tarzuqu man tasha bighayri hisab, edhe e furnizon atë që dëshiron Allahu pa llogari. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse kuptimi i ajeteve, tefsiri i ajeteve: Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, a nuk i ke pa ata të cilëve është dhënë një pjesë nga libri, një pjesë nga Tevrati. A nuk i ke pa Banu Israilt? A nuk i ke pa, këta pejgamberi sa ka mujtë të mos mi pa, por kur ti tregon Allahu, është një sikur me pa, për shkak se ne besojmë alladhina yu'minuna bil ghaib, ne besojmë atë që është msheft dhe atë që se kemi pa kur, por në ka thonë, në ka lajmëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Alladhina utu nasiban min al-kitab, ata të cilëve është dhënë një pjesë e librit, për shkak se Banu Israil qysh herët e kanë devijuar Tevratin, qysh herët. Sa që në ajetet që kemi përmendur në surën Al-Baqara, wa min ayatihi, pej argumenteve që ka qenë Taluti, mreti tënve, ka qenë që e ka pas një tabut, e yatikum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum, aja ka pas një far tabuti, një far sandëku, që ka ecë, me thonë ka fluturuar paralel me komandantin që o ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala Talutin, fihi baqiyatum fihi sakinatun min rabbikum, në atë është qetësia prej Zotit të juve, o baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, edhe disa pjesë baqiya mbetje jo i plot, se kanë pas Tevratin qysh në atë kohë nuk e kanë pas të plot.
por kanë pas pjesë për Tevratit që do më thonë se ata shumë shpejt mas vdekjes Musës a.s. e kanë devijue, e kanë ndryshue edhe kanë shtije fjalët e tyre në Tevrat. A nuk e ke po ata të cilëve është dhonë pjesë nga libri, do më thonë nuk e kanë krejt librën, nuk e kanë Tevratin komplet, po veç disa pjesë, yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ata vet i kanë thirr njerëzit, dietarët e tyre, me çato pjesë që i kanë pas të devijuara, i kanë ndryshuar argumentet, dispozitat për interesat të veta, me çato që kanë megjithatë përsëri kanë thirr njerëzit që të gjykohen mes tyre me atë që ka zbritur Allahu, se Tevratin Allahu ka zbritur me gjykue njerëzit banu Israil sipas tina. Edhe Injilin e ka zbrit me gjyku sipas tina, edhe Kur'anin e ka zbrit me gjyku sipas tina. Thumme e te olla ferikum minhum mohum mu'ridun, pastaj ja kthejnë shpinën gjykimit me atë që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, një pjesë e atyre që vet kanë thirr. Qish është e mundshme vet kanë thirr me gjyku sipas librit të Allahu subhanahu wa taala, e tash nuk gjykoj? Sa për veçodia, sa si keni pa ju plot të që kanë thirr me gjykue para 20 viteve, libri Allahut, si pas sunetit për nga mësam, sot asnjë për tyre, je që s'thirr me gjyku si pas libri të Allahut subhanahu wa taala, sunetit për nga sallallahu alaihi wasallam, por që e kundërshtuin atë që gjykon si pas libri të Allahut. Muhammed. Dhalike bi annahum qalu, shkaku që kanë deviju ata, le aty. Shkaku që aty që kanë deviju ata është një sebeb. Pse kanë deviju këta njerëz kështu? Se njeri nuk devijon çush është mas miri. Çush është tamam niveli i imanit i ngritur, të bëj ibadet, të qëndruan librin e Allahut, se të veç devijoj. Ja. Dhe për këtë kemi sjell disa argumente që Allah subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith. Për tyre Ademi alayhis salam dhe Hava kanë qenë në xhenet të mbështjellën me fleta dushku xheneti. Falamma akala, kur kanë hëngur atë që kon haram, ju kanë hek teshat. Pse kanë hek teshat? Se keni bërë diçka opa se s'heken teshat vet. Pse keni deviju? Se keni bërë diçka, që ty është keni bërë dikun një devijim. Çka do që godet e keqe femin nefsik, vet i ki fajt. Falamma zagu zaga Allahu qulubahum. Kur t'ja shtin hilën fe, Allahu ja shtin hilën në zemrat e juve. Pse këta kanë devijue? Vet kanë thirrë mu gjyku sipas Tevratit, masalena vet ja kanë kthy shpinën, dhalike bi annahum qalu, por shkak se kanë shpif për Tevrat, në Tevrat. Qalu lam tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Ashtu kanë marrë viçin, e kanë adhuru viçin. Viçin e kanë adhuru 40 ditë. Edhe të namasane e kanë qitë fetfar, masë u dek Musa 40 ditë kemi adhuru viçin, 40 ditë kemi me hinë xhehenem. Kush u ka thonë juve kështu? Pse po rreni? Shpifje, a ju ka thonë Allah që vish 40 ditë kemi me hinë xhehenema? Jo 40 ditë me i bo shirka Allahut, po 40 sekonda me i bo shirka Allahut e mos mu pendu me vdek kur për xhehenemit së ndel. Jo 40 ditë me i bo shirka Allahut, po 40 sekonda me i bo shirka Allahut edhe me vdek pa u pendue kur për xhehenemit së ndel. Nuk motet sa ki bo shirk në këtë dynjo, qash kimenit në xhehenem në dynjo. Këta kanë qitë vetë këta, tash kur kanë qitë vetë dispozit, e kanë shtu, e kanë rejtë, se s'ka thonë Allahu gjështu, ta në kur thu që s'ka thonë Allahu gjështu, o devijove, po devijove se ti vetë ke propunë me deviju, vetë ke shpif, vetë e mënu, ja ke dash me ashti hilet, pse mi rejtë njerëzit, e këni adhuru viçin 40 ditë kemi hinë xhehenem, jo më jo, e këni adhuru viçin, keni me hinë xhehenem për gjithmonë nëse s'pendoheni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kush i bën shirk Allahut edhe vdes, po pendua kur nuk e fal Allahu atë, hiç kur, hiç s'ka, ai për të s'ka falje.
As 40 ditë, as 400 ditë, as 4 ditë, as siç kush e ka i bë shirk Allahut, vdes pa penduar nuk falet. Tash kur të mundohen me shtie njerëzit me zonë xhenet, po ti s'mundesh me shtie njerëzit me subhanallahu, kom pas një rast një herë në Egjipt, ai personi thotë që unë jam kafir, këta i thoshin, jo, vëlla, ashtu nuk je kafir, mos u gut. Wala hawla wala quwwata illa billah. Vet njëri thot unë jam kafir, as se besoj Allahun, as se besoj në ngjallin, as se jo thoshin ja mos u gut vllose, apo të vllose vllaje, po se po, ama mos u gut se në shtësi ti me zor njerëzit në shtin xhenet. Ai ban shirke kufër e hub ligjin e Allahut e s'do me një për to e shkele e lyp ligjin tjetër e kret, ja, se nuk është mirë. Të me zor njerëzit nuk quhen xhenet. As që e kena na këtë detyrë, as mi qua, as mi hik. Ama kur njerëzit i bojnë vepra të cilat Allahu ka thonë se e prishin fen, ato e prishin fen. Kur njerëzit i bojnë veprat që pejgamberi sa ka thonë këto veprat nxjerrin për feja, ato nxjerrin për feja, nuk mundesh mi thon ai vetë të prish vendi me mojt në fe me zor. Wa dharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. I kanë nxjerr për fejes vet, e kanë prish fen e vet për shkak se kanë shpif. Pse po shpif? Pse po rrein? Ma gjunohi Iran është me fol për Allah subhanahu wa taala kur nuk din. Ska gjuna matron, an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Me fol për Allahun ato që nuk e din. E kjo nuk vlen veç për Bani Israil, po vlen edhe për neve, edhe për gjithë secilin që s'ka njohuri edhe fol gjithë ditën. Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sa, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sa, aty bendin mi dalluar cilat janë ajetet, cilat janë hadithet. As nuk din gjok cilat janë ajetet anuluma, as nuk din gjok cilat janë ajetet dispozita, kur gjës din rreth kësaj hiç. Ka thënë Allah, ka thënë pejgamberi sa, tana rrein atë gjithë ditën, edhe kur ta pash kërkon ai devijum, se ç'është devijoj, jo, hiç nuk është di ç'është devijoj. Se ke hije ke bë diçka ti se pa pas bë diçka ti bën devijon. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen as ka hamira as ka keqja të askujt derisa ata vet nuk marrin hapa për më ndryshu. Nëse je i udhëzuar rrugën e pejgamberit sa kur Allah nuk devijon, nëse ti nuk i bën do hapa vet me të çuka devijimi. Edhe nëse nuk je udhëzuar, kur Allah nuk të zon nëse ti nuk i merr disa hapa që me të qua ka udhëzimi. Ne përmendëm sahabiu që ka thonë për Ebu Sufjanin, e ka ndihmuar Fatimen, edhe i ka bërë sebeb më udhëzuar. Po se ka bërë diçka. Ti paçare dush me pas një farë elementi, me bën një farë lëvizje tani me të udhëzuar Allahu. Edhe kur ti je udhëzuar, dush me bën disa lëvizje për me devijuese, nuk merr Allahu me devijue. Qysh ke mirë sunetën hak e kret veç Allahu na devijoi, të mia qit edhe Allahu të fajet që na ka devijuar. S'ka faja Allahu që ka devijuar hiç. Po do të më kthye veten me këshirë, mos ke bënë falshimi, mos ke bënë fal gjunohi, mos ke bënë fal shkelje mbi librin e Allahut për interesat dikuja, mos i munua me bënë fal mashtrimi me atë që ka thonë Allah, atë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ata kanë shpifë edhe plot gjonat e tjera, por prej shpifjeve të mrona që ka qenë e Bani Israilve, ka qenë për kufizimi se nuk kena menet në xhehenem vetë se 40 ditë, për shkak se 40 ditë kemi adhuru viqin, 40 ditë kemi hinë xhehenem. Kjo është logjik, kjo nuk është se Allah ka thonë çështo. Allah ka thonë ndryshe. Fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fi. E çysh ka me qenë gjendja e Bani Israilve, këtyre që kanë shpif për Allahun, në ditën kur Allah ka me të bu, kemi dal para ti, kjo është dita Kiametit. O fiet kullu nefsi ma kasabet wa hum la yuzlimun, se cilit Allah ka me adhon atë që e meriton edhe nuk i bën zullum, Allah kërkuj. Kërkuna Allahu nuk ja pakson të mirat, as kërkuna nuk ja shton të këqijat, veç çaq sa e ka. Sa të mira aty i kije. Fa wajadu ma amilu hadira, kena me gjetë prezent krejt që kena punu. Sakta që ka që të janë të mirat, sakta që to janë të këqijat. Asnjë sen nuk mungon. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Çdo gjë që na posedojmë, Allahu na jep. Dhe Allahu na ka dhënë se na asnjë gjë nuk posedojna nga vetja jon, se s'kena kur gjë, s'kena mundësi me poseduna. Edhe Allah subhanahu wa taala krejt që na ka dhënë kur doj na i merr, edhe kam na i marr.
Edhe pushtetin, kërkush nuk është pushteti përhershëm. Ja jep Allahu, kur don Allahu e hek. Sikur që kemi pa që i ka hek kriminal për me kriminal, i ka zëvendësuar me tjerë. Pastaj është urësia Allahut pse ja vçet njerëzve disa kriminale ashtu që i mysin, se ata janë dënim për popullin, tana dënim më për veti, këto janë punë të Allahut subhanahu wa taala, por se gjithçka që posedojnë njerëzit është në pronë të Allahut, edhe pushteti, edhe autoriteti, edhe këtë i thjesht, krye familjar, çka do Allahu ta ka mundsu. Edhe Allahu ta ka dhënë, edhe kur ta merr kur don Allahu subhanahu wa taala. Innaka ala kulli shay'in qadir, se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Tulijul lejle fin nahari, natën e shtin në ditë, wa tulijul nahara fil lejl, edhe ditën e fut në natë, wa tukhrijul hayy, dhe kjo është ndrimi i ditëve edhe i netëve, wa tukhrijul hayy min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy. Të nxjerr Allahu subhanahu wa taala gjallin nga i vdekuri. Dietar kanë përmend plot raste kur nxirret i gjallin nga i vdekuri, prej tyre kanë përmend voja, veza e pulës e vdekur pe asaj veç kur del zogi. Wa tukhrijul mayyita min al hayy, edhe të vdekurin e nxjerr nga i gjalli. Njeriun të mos kon hiç e bën Allahu për diçka që është e vdekur, nuk ka jetë, zën vend në barkun e nonës vet, kur mas në kohë bëhet i gjallë, ai s'ka gjallë, s'ka pas shpirt. Kush e bën gjallë atë që kanë vdekur? E formson, ja jep Allahu subhanahu wa taala formën në barkun e nonave, na ka dhënë gjithve, e mos ne na ka bën gjallë, tu mos kon gjallë. Allah është ai i cili nga i gjalli nxjerr të vdekurin, nga vdekurin të gjallën, në aspektin e krijimit direkt, ashtu që është përmend, kurse në pjesë tjetër dietarëve kanë komentuar që Allah subhanahu wa taala nga i gjalli, nga besimtari, se besimtari është i gjallë, e nxjerr të vdekurin, mundet me dal qafir, fëmijët e besimtarit mund të kanë qafira. Nga i vdekuri, që është i qafiri, që kanë hadith, ai shembulli i besimtarit, shembulli i qafirit është sikur shembulli i gjallët të vdekurit. Ai që është musliman llogaritet i gjallë, ai që është kafir sikur më kanë i vdekur. Për atij që është i gjallë dalin qafira, për atij që është i dek qafir kur lindin musliman. Dhe kjo keni pa sigurisht plot herë, veçanti na shohim që prej qafirave bëhen musliman, e për muslimanëve alhamdulillah këtë rrollë se nuk e di që kena pa në herët që me dal fëmijët e tyre qafira, por se ka në Kur'an që djali Nuhit alayhis salam ka qenë kafir. Thonë, është e mundshme nga njeriu prindi shumë i mirë, dalin ata të cilët janë qafira. O tarzuqu man tasha'u bighayri hisab, dhe Allah subhanahu wa taala furnizon me begatitët e tij, kon të don pa llogari. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.